Jep një kafe të lutem, një Doppio Express, një karrike të ulem dhe të pres. Ti me kripën e deti, ëmbën rezaton, një buzëqeshje të shehur ma dërgon. Si t'ja bëj, si t'ja them, zemrën t'ja shpletoj, ndroj tjetër mos ket. Ti the mirë mëngjes, ti the mirë mëngjes, zemra më dërgoj të përshëndes. Ti the mirë mëngjes, ti the mirë mëngjes, dhe një ditë më shumë s'dua të pres. E të nisem me të, në përbrigje me të, të ecim deri në perëndim, të harrohem me të, e të bëhemi një. A thua do të kem kaq guzim, kaq guzim. Më jep një pije të lutem, një Doppio konjak, emocionet që shuhe pa nga pak. Ti me rezet e vjeni, derdhur në për tru, jo kë stres se ylberi për misu. Si t'ja bëj, si t'ja them, zemrën t'ja shpletoj, ndroj tjetër mos ket. Ti the mirë mëngjes, ti the mirë mëngjes, zemra më nërgoj të përshëndes. Ti the mirë mëngjes, ti the mirë mëngjes, dhe një ditë më shumë s'dua të pres. E të nisem me të, në përbrigje me të, të ecim deri në perëndim, të harrohem me të, e të bëhemi një. A thua do të kem kaq guzim, kaq guzim. Kaq guzim. O, sa bukur e filluam këtë mëngjes. Edhe unë po ju them mirë mëngjes, vajza, duke ju faleminderuar. Mirë mëngjes juve, gjithë televizionit edhe gjithë bashkëdhetorëve. Të dashur shikues, janë vajzat grupi The Guitar Sisters, grupi i njohur tani më, që e njohim gjithë, nga Prishtina, special në Shkup sot, për të na filluar këtë mëngjes në mënyrën më të mirë. Janë Rezarta Dushi, krenare Dushi, edhe vëllai i tyre Joni i vogël, i cili na mungon sot, shkaku që nuk ka mundur që të vi, por gjithsesi besoj që na shikon, ne e përshëndesim, sepse ai është ëmbëlsira në fund, Qërshi ambitort, po, qërshi ambitort. Faleminderit që na erdhët dhe që e nisëm këtë mëngjes së bashku. Faleminderit për ftesë, është gjithmonë kënaqësi e jona. Rezarta dhe Krenare, dy motra që vërtet e bënin një sinkronizim kaq të bukur me vijën melodike të gitareve, gjithashtu edhe me zërin. Sa është e vështirë për juve kjo? Për shkak që jena mësu prej fillimit me dyjat, mu për veti më doket panjonën si me konë pak thot. Nuk mund është vetë, se ke provuar vetë. Gjithmonë bashkë keni qenë. Gjithmonë bashkë. Letë ndalemi te grupi, sepse dua të din, ne ju shohim vazhdimisht në rrjetet sociale, unë kam qenë prezente edhe me një mbrëmje kur ju vetë se keni performuar, për gjitha ata që nuk kam pasur rastin që t'ju shohin live duke performuar, ju vërtet i keni dhënë një frym edhe më të mirë këngëve të vjetra shqipe, të cilat ne i kemi edhe në këtë rast me këngën Mirë mëngjes e nisëm, edhe kjo është këngë mjaft e bukur, mjaft këngë që dëgjohet nga gjithë, por që nuk është këngë e vjetër. Ne do i kemi edhe këngët e vjetra më pas duke performuar ju, por dua të di themelimin e grupit. Si lindi ideja që ju të dilni të tretë së bashku? Krenare, më falë Rezarta. Po, fillimisht patëm fillu veç unë edhe Krenarja. Me mbrëmje kemi fillu duke na pa coverat, do me thonë njerës edhe na kam ftu në për
launche fillimisht, pastaj edhe në për ahengjet e tyre. Po Joni ka fillu as 2 vjet nuk i ka, Joni është shumë i ri, ka 12 vjeç. Ka fillu krejt si në hajgare, me thonë. Tha, një natë, ka qenë verdh, tha, sonte po duhet dhone me ju bashkangjit juve, me amoj të ritme me kajon. Me kajon, po, thash, okej. Po pse pikërisht zgjodhi atë instrument? Po e zgjodhi se na veç e kërkojshim dikën, e patën fol për me marrë dikën me kajon, me na bashkangjit neve. Tha, po, one juni më juve. O, zemra, vetëm 12 vjeç. Edhe thash, okej, merre thash sot kajonin, po nëse nuk munësh, thash, ta dish se ki me lanë. Ajden, si s'mujna me vazhdu nëse nuk i bjen mirë. Pastaj, kur filloj, e pash që po koordinohet edhe aj, u përpothke me neve dhe prej asoj natë mo gjithmonë ka ardhur me neve. Sa ka qenë për juve e vështirë dhe sfiduese para publikut në atë kohë kur vetë se ka filluar t'ju bashkangjitet Joni? E keni pas atë stresin pak se si doja del ky, a? Krenare? Qatë rastin që po e tregon Rezja nejën e parë. Ku ka qenë? Ferizaj, po. Edhe ka qenë pak e sikletshme shkaku që i vogël Joni edhe sa po ja del, sa po koordinohet me neve, po si ja dul që ato mo edhe në thamë, lët vjen gjithë me neve se veç e ndreqke. E dha kartonin e gjerë. Po, përveç se ka dal bukur, unë mendoj që edhe publiku, kur e ka pa në një mosh kaq të vogël, ajo edhe i jep hjeshi më shumë ti grupit, mendoj. Po, Joni e dojnë shumë publiku, e kam pranu shumë mirë, po mdo këtë që edhe është i ri, po edhe normal talentin që e ka. Pa dyshim se po mos ta kishte talentin sigurisht që nuk do arrinte, po të ju bashkangjitet juve në çdo mbrëmje. Si ka qenë shtëpia juaj, vajza? Ka qenë plot zhurmë, plot muzikë, plot ritëm, gjithë këto vite? Sepse ju tani më Rezarta e di që sa po ka mbaruar studime, do flasim për atë pjesë, ndërsa ti vazhdon të jesh viti i dytë në studime në shkollën e muzikës. Unë po menoj në familje me kitare, bobi me qifteli, kemi këndu... E keni të trashëguar. Po, e kemi trashëguar të që kjo pjesë ka qenë e zhërshme, shpia jonë, normal, veç me muzikë. Po, unë në studime shkoj atë në fakultet edhe ushtroj edhe... Ne hala, kur kemi qenë vogla, hala pa fillu me marrë me muzikë profesionalisht, me shku në kurs në shkollë muzikës. Shpia jonë ka qenë zhërmshme, për shkak babi ka ronë qifteli dhe neve... Ju keni bashkangjit, a? Ju kemi bashkangjit, kemi këndu gjithë, do me thonë nuk e mojnë mena i herë që s'është këndu konga në shpinë tonë. E keni provuar të luani qifteline dhe ju ndonjëherë, më duket se po, a? I kemi disa këngë patriotike, i kam parë që vetë se i keni. Po, mundemi me ekzekutu të dyja në qifteli, pasi që është shumë letë me dalë prej gitarës në qifteli. është po instrument me tela, gjithësësi. Po, vetë se më i thjeshtë se sa gitarja. Po, në ato fillimet e para, kur ju kanë pa fillimisht edhe familjarët, para se të dilni para publikut, ju kanë thënë që qiftelia është kjo instrument kur duhet të mbani ju, ose duhet të kaloni në ndonjë instrument tjetër më vetëse? Për shembull babi në këtë rast, më qenë se babi ka filluar me qifteli shumë më herët. Jo, babi na ka pyet se çfarë instrumenti keni qef ju. Asnjëherë nuk ka qenë imponim. Nuk ja ka imponuar, domethënë. Edhe ju të dyja keni zgjedhur gitarën, por që e studion një instrument tjetër. Krenarja. Unë studioj instrumentin e trombonit, henë në grupin e instrumenteve të tunxhet. Frimor. është instrument frimor, të cilin jo shumë shpesh e shohim, por që ka një rol të veçantë sigurisht në çdo orkestra. Në orkestra simfonike ka shumë rol të veçantë. Unë e di që ju na keni ardhur me disa covera, të cilat i kemi edhe në kanalin tuaj në YouTube, i kemi parë disa këngë të realizuara, por dua të di se si janë pritur nga publiku. Unë e di që kur jeni në mbrëmje muzikore jashtëzakonisht shumë ju mirëpresin mirë publiku, por coverat si janë mirë pritur, Rezarta?
Jam prit aq mirë sa që kemi fillu me albumin e dytë të verave. Do me thënë, do e kemi gati edhe albumin e dytë. Po, shumë shpejt. Po, ne i kemi në prapavija dhe coverat, ndërkohë që përderisa i dëgjojmë coverat, unë do doja që ta bëjmë edhe një shkëputje me disa këngë që do i përgjedhni ju, besoj e keni të planifikuar se çfarë do këndoni për qytetarët tanë dhe për gjithë shikuesit e Maqedonisë që po na ndjekë. Po, me qenë se i keni vendosën prapavi coverat që i kemi në YouTube, apo knojna diçka tjetër që nuk i kemi në YouTube për hatër publikut. Okej, atëherë, le të vazhdojmë. Le të vazhdoj festa në mëngjes. Sepse vërtet na dha shumë energji të mirë që nga mëngjesi. Se shkanja ime, shikimit më djek si zjarë, pra lumi që ndrojmë të dy, zemër kemi marë. Moj se shkanja ime, shikimit më djek si zjarë, pra lumi që ndrojmë të dy, zemër kemi mal. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që ta dhuron, ta dhuron. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që ta dhuron, ta dhuron. Se që më do gjimali për ata syte këtu të zi, gjevahire gure pashteru, ti më falë gjallëri. Se që më do gjimali për ata syte këtu të zi, gjevahire gure pashteru, ti më falë gjallëri. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që ta dhuron, ta dhuron. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që ta dhuron, ta dhuron. Ti e din se zemrën ta kam vaj, ti e din se ëndra ti kam vaj. Toka le të bëhet qen, dhe ti le të bëhet djem, mos haron e imja le të bëhet qem, dhe ti le të bëhet djem, mos haron e imja Moj bjondin me sytë e zi, e me buz moj si qershi, e ja berin të ta marroj zemëron. Moj bjondin me sytë e zi, e me buz moj si qershi, e ja berin të ta marroj zemëron.
Fjallëve tua gjithmonë ju besoj. Premtimet e mia si harroj. Toka le të bëhet qen, deti le të bëhet djem, mos harro, e imja je. Toka le të bëhet qen, deti le të bëhet djem, mos harro, e imja je. Moj bjondi me sytë e zi, e me buzë moj si qeshi, e ja veri të ta marroj zemëroj. Moj bjondi me sytë e zi, e me buzë moj si qeshi, e ja veri të ta marroj zemëroj. Edhe nga regjia keni shumë komplimente, ndërkohë që ju po performonit, unë kisha këtu komente shumë pozitive, ju lumt vajza. Më intereson jeni rritur me këto këngë ju, sepse gjenerata jonë, sepse ju jeni më të reja se unë. Unë jam rritur me këto këngë dhe vazhdoj të ndëgjoj. Jam e bindur që mend që edhe ju jeni rritë një frymë familjare me muzikant, besoj që këto këngë gjithmonë kanë qenë të pranishme në shtëpinë tuaj, apo jo? Kjo këngë nuk është aq e vjetër, me nkrasi me këngë që i dim na. Shumë të vjetra që i dini ju, a? Gjithmonë këngë të Mirëfillta janë ndëgjuar në shtëpinë tonë, edhe në atë frymë që jemi rritë, ashtu edhe i kemi mësu këngët. Edhe tani i jepni një zë më të fuqishëm këtyre këngëve të vjetra dhe po më intereson krenare, kërkohen nga publiku kur i performoni këto këngë, kur jeni në mbrëmje muzikore? Po, na i kem të gjitha moshat klient, po mosha ma e rritën, kisha desh me thonë. Po, vi 20. Ka një nostalgji për qëto këngë. Jo, gjithë kemi nostalgji, nuk jam edhe shumë nga ato të vjetrit, po vërtet jemi rritur me këto këngë dhe janë këngë që çdo herë dëgjohen dhe nuk kanë qenë gjithmonë me neve, edhe për që ata po thëmë që ka pas nostalgji. Në çdo nen, në çdo ambient familjari kemi dëgjuar dhe vazhdojmë të dëgjojmë, ndërsa këto këngët e reja që i kemi komerciale dëgjohen ndoshta një muaj, 2-3 dhe pastaj më. E këtyne nuk i del afati. E këtyre jo, këto nuk kanë. Nuk i del asnjëherë. Rezarta, ti e di që sa po ke përfunduar studimet, po më thuaj që sa të kanë ndihmuar edhe studimet dhe kjo pjesë për të rritur edhe më shumë dhe për të pasur sukses në grupin që e keni tani më. Kanë ndihmuar më shumë për orkestracionin, ashtu për vijat melodike, që është mi zhvillu harmonik. Kjo është ajo që më ka bo me ndihmu më shumë në aspekt muzikor. Dhe për ta pas tani më të lehtë edhe kur të prezantohesh edhe para të tjerëve, besoj sepse kur i ke profesionalisht më të ditura gjitha vijat melodike, zërin pastaj si ta rregullosh dhe ta bësh atë balancën me zërit edhe performimit me gitar, nuk është e thjeshtë për neve që nuk e kuptojmë, na duket e thjeshtë, po për juve që tani më e keni të studiuar, nuk është edhe shumë e thjeshtë. Pastaj nëse dikush e kërkon një këngë me vendos në partitura, të transkriptu, ajo është puna jam që muj me bo. Kjo është, se ma herët para se me studiu kompozimi, normal që s'ko mujt. Kjo është edhe ajo pjesa që më ka shfillu ma shumë. Po, edhe krenarën në këtë rast e kemi në vit të dytë tani më, me instrumentin e trombonit, i cili folëm për instrumentin, po më intereson, ty sa po të ndihmon, do e kesh tani pjesë të mbrëmjeve dhe trombonin do njëherë në rast, ose si e ke mendu? Në fakt... Apo do jetë vetëm një mësim shtesë për ty, për të ardhmen? Sepse për t'ju tërhequr gitarës është pak si vështirë, kur mësohesh me një instrument. Po, jo më rrit me kitare, kurse trombonin prej shkollës të mesme ja kom fillu për me mësu, po kishen ide e mirë, pse jo,
na i konga të këtë del ma interesant. Me shtu plus trombolin, le të ngelet gitara vetëm për rezartën. Jo, si aljo. Jeni mësuar gjitha gjdo herë bashkë të dyja, të bashkë edhe me vllaun dhe është e mirë kjo lidhja familjare pastaj që e keni edhe për ta kuptuar njëra tjetrën. Besoj me sy e kuptoni, apo jo? Po. Me sy e dini se cila këngë është më pas? Po, mire me vesh me kokë. E vrejta këto. Tjetrën ja vrejta. E vrejta këto në këngën e dytë kur filluar. Po. Po, tuaj publiku, çfarë kërkon? E keni repertoarin tuaj që e keni vazhdimisht në çdo mbrëmje ose varësisht nga ata që ju përzgjedhen, nga pronarët e nga ahengjët që i keni, varësisht çfarë? Varet edhe çfarë është mbrëmje, është ahengjë, është ditëlindje, është darsëm. Varet edhe në dasma jeni pjesëmarrëse, a? Po. Aha, edhe në dasma. Ka shumë kërkesa bile në dasma, naftojnë shumë në për dasma për me bo muzikë ta në dasmën, veç me këtë formacion që na bojnë muzikë. Edhe se ki idenë çfarë atmosfere mirë bërë. Jo, e kam idenë, se unë ju pash live. Idenë, Unë e kam idenë. Edhe publiku duhet me posë. Edhe publiku për gjithë ata që nuk kam pas rastin t'ju shohin live. Vërtet, unë beta e fascinuar atë natë edhe për atë nuk hezitova dhe ja bërë atirën për emision. Se përveç që keni një zë shumë karakteristik, jepni shumë energji pozitive te publiku, e bën edhe atë lidhjen shumë mirë me zvete, edhe me gitar, edhe me vllaun, sepse kjo është më e rëndësishmja bile për disa muzikantë që edhe i bie gitarës edhe njëkohësisht edhe këndon, që nuk mundet bashkë secili ta bëjë, ja? Ka qenë besoj e vështirë për juve derisa ai fillimi ndoshta derisa e keni kuptuar që mundeni. Aida, po më vjen shumë mirë që je ka që informuar për muzikën dhe ke kuptu sa shtirë është. Është e vështirë. Deri diku jam e informuar. Ndoshta jo shumë profesionalisht, po deri diku po. Po, për një gazetare është aq mjaftuar shumë, po. Faleminderit. E vlerësoj shumë. Ka qenë normal e vështirë, po përvoja e bën atë punën e vetë. Kuptohet, vetëm ata që e kuptojnë mund ta dinë këtë rezultat. Po më thoni vajza, keni pasur ndonjë kërkesë për bashkëpunim nga ndonjë artist i joni, qoftë ndoshta shumë e fama, qoftë artist që edhe ai vazhdimisht është në mbrëmje muzikore? Me thënë drejt kemi pas kërkesë për bashkëpunim nga një këngëtar nga Shqipëria. Një enket që nuk muj me ja thonë emrin. Nuk të kuptohet emri. Po është nuk është zhandri ën, është komplet zhandër tjetër, edhe për atë që na s'dojna me dalë prej vetës. Jashtë kornizave tuaja. Dhe nuk e keni pranuar të bashkëpunim. Po, urojmë që ndonjë bashkëpunim që ju flej juve në stilin e muzikës. Bashkëpunim kemi bë edhe me Vullnet Ibrahimin, kompozitorin edhe këngëtarin e mirë njohur nga Struga. Nga Struga. E me Vullnetin, po. Ju kishte shkuar, po. Boll është për neve. Si kemi bë me Vullnetin. Sa jeni të ngarkuara kështu në mbrëmje dhe si arrini që ta gjeni kohën, ndoshta edhe ndonjëherë përqen edhe pranë familjes, sepse përqen vazhdimisht edhe në studime, edhe në mbrëmje muzikore, për vajzat e reja nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Do në kohë dhe rregullimi dhe disponimi mbi gjitha. Mbi gjitha, shumë mirë e the. Familja është gjithmonë me neve, kudo që shkojna na, edhe sot këto kanë ardhur me neve. I kemi prapa kamerave. Nuk na lojnë kur vetë, edhe me dashna me shku dikun vetë, s'na lojnë. Që do të thotë për krajen më të madhe. Ju konsiderojnë ende si vajzat vogla? S'po them që s'dojna mi marë. Veç edhe me dashna, mos mi marë, s'na lojnë vetë. Jeni ende përprindet ato vajzat e vogla që i kanë ka përdore dhe kanë shkuar gjithkund me ta. Amo i falenderojmë shumë se nuk na lojnë vetë asnjëherë edhe na janë për krasit tonë më të dhejt. Ata kanë qenë edhe shtylla ndoshta më madhe që keni arrit deri këtu ku jeni. Sidomos prindrit, babi dhe mami. Pa dyshim. Unë me qenë se e keni të realizuar albumin e parë dhe në albumin e dytë jeni në përgatitje sipër, po si do jetë me çfarë këngë? Do na jepni ndonjë detaj kështu? Do jenë këngët pak më ritmike, pak më moderne. Kaq. Më shumë nuk ka detaja. Me këngë po punohet bashkëpunëtorët? Bashkëpunëtorët janë Hekuran Plenaj, producent. Edhe Edi Krasniqi është
që e gjiron klipin. Shumë mirë. Do realizon në Kosovë, besoj? Po. Shumë mirë. Nejse, se kemi mendua lo, po me gjosa, po. Një ide ndoshta për të në ardhur edhe në këndej, se kemi vendet bukura dhe ne. Po, shumë. Krenare, cila është kënga që ju përfaqëson juve si familje dhe që ju a kërkojnë vazhdimisht publiku? E keni ndonjë që nuk e nisni mbrëmjen pa ndonjë këngë caktuar që ju identifikon më shumë? Këto kove të fundit jënë të na e lypë shumë Ganimetën. Po më duket dhe që kanë morë veshe momi ku emrin Ganimeti. Apo? I këndoni mamit në këtë rast. Ganimetja është bërë shumë virale kove të fundit kjo këngë. Po. Edhe po kërkohet, a? Po. Siguron që o a kërkova atë natë. Po. Do jeni të gatshme të na performoni pak, Ganimetën? Nëse se keni bezdim? Hajde. Qka dushti? Ju kam më këtu më. Asni fjallë si shpëtoj o prej goje, na moj sa shumë duroj. Hej, hej, na moj sa shumë duroj. E shkuma të barda i dilëshim prej goje, shokët në si tregoj. Hej, hej, shokët në si tregoj. S'ke vdek lull kuqja e Gjakovës, one me ma të kujtoj, oj Ganimete. S'ke vdek lull kuqja e Kosovës, Ganimet moj krenaria jo. S'ke vdek lull kuqja e Gjakovës, one me ma të kujtoj, oj Ganimete. S'ke vdek lull kuqja e Kosovës, Ganimet moj krenaria jon. Ganimet moj krenaria jon. Ju lumt, më knaqët. Edhe sot edhe atë ditë që ju dëgjova live, vërtet bëni një atmosferë të jashtëzakonshme. Po, bini dakord çdo herë me këngët që doni t'i performoni, kush e thot fjalën e fundit zakonisht? Ka ndonjëherë kështu përplasje mes ideve që i keni të tre në këtë rast? Fjalën e fundit gjithasht e madhja. Me madhja. Edhe zarta vendos në fund, a? Nuk e kem qaq vështirë me vendos për këngë se nuk i kem shijet e kundërtat muzikës. Ajo është e rëndësishme. Edhe prandaj i kem e dina qka... Po. Qka duhet për atë event, sigurisht? E dina qka po shkën, qka po lypët që tash në bazë edhe të njerëzve, shohim mosha, qfar mosha janë mas pare, qfar moshe dominon, apo dorën ma ritmike, si duhet edhe pak mi provoku, mi provu publikun, a balada, diçka ma ritmike, a ma patriotike, varësisht edhe nga mësafirt. Po, më thoni se ku e gjeni vetën më shpesh, Rezarta, në ahengje familjare, në mbrëmje muzikore, kështu në për lokalet ndryshme, në party, në ditëlindje, apo? Ku jeni më vetvetja ashtu? Se pas në menu nuk e ku menu, nuk e di se cila e ko atë knatësin e vetë. Po. Dasma pa dyshim që është shumë obligim, është më me përgjithsi po, për juve, po asnjëherë s'ka ndodhë diçka që me na dështu, se mundi keq, dasmort ose na. Ju në qdo aheng e jepni maksimumin, që është më e rëndësishme ambit gjitha, si në ditëlindje, si në dasëm, si... Po, se cila e ka atë knatësin e vetë, si mbrëmje, si në ditëlindje, tani gjithmona qëllojnë edhe njerëz të mirë, publiku i mirë, organizatorët e mirë. Qajo për neve ka shumë rëndësi. Kush ju ka përkrahur deri sot më shumë? Cili publik, nga cilat qytete? Që e mbani mend kështu ndonjë mbrëmje dhe që nuk ju hiqet asnjëherë nga mendja dhe që e komentoni herpasherë ndoshta mes juve. Ferizaj, muj me... Ferizaj, po, muj me veçu Ferizajin, që gjithmonë
kemi ma shumë mbrëmje ose ai në gjenë Ferizaj, nuk e di pse. Dhe kërkesa. Po, ma shumë. Po edhe në qytete tjera, po nuk e di, Ferizaj e... Ma dominant të na. Po. Këngët patriotike kërkohen zakonisht, ndodh që u kanë kërkuar në këtë rast edhe çiftelijat? Po. Ka raste se e dina që na kërkojnë, e marim çiftelin me vete. Ose lunë njona prej neve, ose vlla, ose edhe babi. Edhe vlla, do me thënë çifteli si bie. Po. A i mas mirë i vjen çiftelis prej neve. 20 vjetë edhe çiftelis, bravo, do me thënë, na mungon sot për me shpresë që herën e ardhshme. Ajo është multi-instrumentist, në shkollë muzikës studion në instrumentin e fizarmonikës. Me neve është një instrument tjetër, po dihet. Perkusion, edhe çiftelis i vjen, gitarës din ka pak. I merr këshillat e juve vazhdimisht, i pranon këshillat kur e mësoni për diçka? Po. Pak e ka kryte fort, nashta është në atë moshën delikate. Puberteti, po, 12 vjetë. Po në vetën. Po e din që duhet me na dëgju, prapë se prapë e din që kemi për të mirën e ti edhe i merë këshillat. Po krenare, këshillat e prindërve, sigurisht që ne vajzat çdo herë i marrim, e sidomos ju që jeni rritë në atë frymë, edhe babi thatë që në moshën të hershme ka filluar me çiftelin. Cila është këshilla që çdo herë mbani mas vete ju dhe që ju kujton, nëse planifikoni të bëni diçka, ndaleni në atë moment se jo babi ka thënë për shembull. Mos me pi cigare. Jo, unë kesh të thonë një këshill që unë gjithë e kom të veshë që mos me të rritë menja kur, se që atëherë nuk kime konë vetvetja. Më thënë të jeni sa më afër publikut, sa më të dashurat e publikut, sepse punën e keni kështu me shumë njerëz dhe kuptohet që të jeni sa më për toke. Po, e themi. Që kjo këshilla kryesore e babit. Po edhe për duhan, që thash. Nuk e mohon, a? Po. Tha që i keni çdo herë pas vete, po ju ndihmojnë kështu në repertoarin babi, ndërhyjnë ndonjëherë kur e sheh atmosferën dhe vjen dhe ju thotë nëse kjo duhet apo. Shumë shpesh. Shpesh, Shumë shpesh, po. Edhe për intervistë, mundohet me na zgjedh këngët. A i mundohet gjithë me na zgjedh këngët. Po për sot, ju dha ndonjë këshill kështu? Po, tha këngë sa më të popularizuara që njerëzit i dinë. Se na knojmë edhe ndaj këngë që publiku nashta nuk mundet me, nuk e ka dëgjume. Kështu që gjithmonë është më mirë që publiku edhe e ka dëgjume, që e din. Unë gjitha që i kam dëgju që i keni performu, edhe atë natë, edhe në kanalin tuaj në YouTube, gjitha i di, shpresoj që edhe të tjerët i din, sepse vërtet janë këngë shumë të ndëgjueshme dhe që çdo herë që i dëgjon sikur t'i jep ndonjë nostalgji për diçka, ndoshta ndonjë moment që e ke kaluar, qoftë me familja apo qoftë kur kemi qenë në moshë më të re dhe kështu me radhë. Po shoqëria, si ju vlerësojnë shoqëria, si në universitet edhe jashtë universitetit? Shumë mirë, jam për krasë dhe ata, shumica. Kemi shoqnin që jemi në rrymën e njëjtë, ashtu profesionin e njëjtë, se kemi qenë dyja në shkollë muzikës, edhe në fakultet, kështu që na rrethon që ajo shoqëri muzikantësh. Munohem njëri tjetrin me përkrahje. Munohemi gjithmonë me përkrahje. Vinë në përmbrëmje ndonjëherë kur keni kështu në raste? Nuk i obligojmë kurrë. Po besoj ju kanë shoqëruar ndonjëherë. Po, ndonjëherë po, kur do që mujnë janë të gjithë mirë së ardhur, sepse unë e kuptoj që ata edhe i kanë në mbrëmjet e tyre, shumica, edhe obligime tjera që nuk ja dalin gjithmonë për me ardhë. I keni mbrëmjet kështu të rezervuara paraprakisht besoj, po cila është periudha ndoshta ose sezona që kur jeni më të zënë krenare? Gjatë verës besoj më të zënë, a? Gjatë verës, po edhe kjo periudha e fund vitit. Para vitit 3. Po, do me thonë dhjetore, muj me thonë, ka qenë gati tuse gjdo det, po. Këto dyja muj me cekë që janë ma... Gjithmonë kemi punë vazhdimisht, po këto dy sezona, mi që dyjat sezona janë ma... Më të ngjeshura, po.
Unë për fund të doja që një mesazh për gjithë shikuesit tanë nga Maqedonia, me që nëse ju kemi nga Kosova dhe na keni respektuar, na keni nderuar, keni ardhur, për gjithë ata që nuk kanë pas mundësi ndoshta të ju dëgjojnë live, cila do të ishte fjala e fundit e juaja, para se ta përmbyllim me 2 ose 3 këngë, nuk e di sa jeni të gatshme. Mos ma prish në fund. Me 2 këngë, mos ta zgjashin. 2, hajt. Okej. Peknojmë drejt e Shkupën në Shkodër. Shamë, me qenë se jemi edhe në Shkup. Edhe Princeshe Dugagjinit, 2 këngë të Ilir Shaqirit. Kombinim perfekt. Po. Gjithve shikuesve i kisha përshëndet me këto 2 këngë edhe ju kisha uru një javë sa më të mirë. Sa më të mbarë dhe një ditë sa më të mbarë. Sa më të mbarë. Po, me që jemi në janar. Fillim të vitit. Po. Njësoj besoj edhe Krenaria. Po. Me që jeni të gatshme, unë ju falenderoj. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Ritmi Ditës dhe ma zbukuruat kaq shumë mëngjesit, e nisëm me këtë energji kaq pozitive. Ju uroj shumë sukseset, na vini edhe me shumë këngë tjera, me shumë albumet të tjera dhe t'ju shoh sa më lart. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe juve. Po të pres u shtar pramera, streve këto të mbit pazar, do t'i shes, do t'i shes, do t'i shes unë këpuse mia, do të bëhem lypsar, e ti do t'vish në krame tjetrin, ti vjesh me kakoj për martes, edhe në bar, nuk do të tretem, shpresa thonë e fundit des. Let më qoj në bare, me dajre lodër, moj Shkupia një bukur, dhe Shkup e Shkodër, let më qoj në bare, me dajre lodër, o, mo Shkupia një bukur, dhe Shkup e Shkodër. Më bëjnë syra, jam në ëndër, mes Prishtinës, Valedrini, si një flaqë, spret prej bjeshke, është një gos prej Dugagjini. Kur më vjen për mes qytetit, sjell blerimi, lulen maj, fal të plur, do të bëhem, po su bëra mik i saj. Moj Princeshe Dugagjini, kur të mpres, ty në dvet bona, shma sjendrinin mes Prishtinës, aty myten putjet tona. Moj Princeshe Dugagjini, kur të mbledh floku në dorë, shtatoj vara gull bërohen, i shkrin maja